që qajnë Vuno. Në shpatet pranë fshatit Vuno, të rrethuar nga shkure aromatike dhe rrugë të lashta Takulli, ndodhen disa gur me forma të çuditshme. Thuhet se janë gra të kthyera në gur pas humbjes së burrave të tyre në luftë. Lotët e tyre, thon banorët, bien ende mbi tokë në formën e vesës që mbulon çdo mëngjes gurët. Ky vend ka një qetësi prekse dhe natyra e egër përreth, me aromë druri, zëra zojsh dhe fërshfërima gjethesh, e bën këtë përvojë mistike dhe emocionale njëkohësisht. Është si të shkelësh mbi dhimbje të gurtë që flet pa fjalë.